Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një episod tjetër të podcastit tonë. Sot kam kënaqësinë të kem përballë një personazh shumë interesant dhe shumë të suksesshëm në botën e marketingut. Me ne, Warda Koçi. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Warda Koçi është një profesioniste shqiptare marketingut sportiv dhe menaxhimit komercial. Por sot nuk dua që të flasim vetëm si një intervistë formale, dua shumë që ta bëjmë këtë bisedë të lirshme, pak për punën, pak për jetën, pra në përgjithësi. Dhe dua ta nis shumë thjesht, si është Warda jashtë punës? Tani nuk vrapoj më. Jam shumë e qetë. Ky profesion i ri i të punuarit në futboll është më interesant, të le më kohë të lirë, të le kohë të shijosh ndeshje, të pish birra, edhe të kujdesesh për vete. Je tip që shkëputesh dot nga telefoni, rrjetet sociale? Tashmë po. Përpara disa vitesh, nëse do intervistoj Wardën përpara 10 viteve, as do kishim mundësi ta bënim këtë intervistë, për shkak të intensitetit të punës, po eksperienca, njohuritë, vendosja e prioriteteve në jetë më ka bërë që po të shkëputem nga telefoni, të gjej kohë për veten tënde dhe jetën tënde personale. Warda, ka qenë gjithmonë marketingu pjesë e jotja? Unë besoj që kam lindur si marketere. Domethënë, mbaj mend veten time në vegjëli. Nuk e di a kemi kohë ta tregoj një episod shkurtër. Patjetër që po, për ty kemi gjithmonë kohë. Kanë qenë vitet fundi viteve 96, 97. Unë kam qenë vetëm 10 vjeç në 97-ën dhe në kuadër të gjithë ndihmave ushqimore dhe baza materiale që vinin për shkak të luftës civile që ne kishim, na sjellin edhe disa broshura, të cilat ishin vetëm sketching edhe plotësoheshin me bojra dhjami, me ngjyra. Edhe ti i mbushje ato. Mua më qelloi të kisha më shumë se sa 10 copë, pra kisha një thes plot me të tilla. Dhe pas një jave kisha plotësuar pothuajse të gjitha llojet e ndryshme të tyre, kuptova që nuk më trishte më dhe gjeje çfarë bëra. I shita në lagje. Ja, shisja kalamajve të lagjes, duke i reklamuar produktin, në fakt ajo ishte në nënvedije, duke i reklamuar produktin, i tregoja me ato bojrat e dhjamit që përveç që i kishte ajo paketa brenda bashkë me revistën, që ti kur përfundon revistën, këto bojrat mund t'i përdorësh edhe për vizatime të tjera, dhe kështu nisa unë të bëja marketeren. Në fakt pa vedije fare, po puna ime parë ka qenë promocion i një produkti patatinash, edhe e dyta e vërtet pastaj, puna e dytë e vërtet ka nisur kur unë kam qenë vetëm 17 vjeç në Radion Klab FM. Aty kam nis me marketingun, edhe jam këtu pas 20 e kusur vitesh që bëj marketeren e formave të ndryshme dhe produkteve të ndryshme. Të ka shkuar ndonjëherë në mendje të bëje diçka tjetër nga profesioni që ju aktualisht zotëroni? Unë kam përfunduar Fakultetin e Shkencave të Natyrës, diplomuar për kimi ushqimore, bërë dhe masterin, po në kimi ushqimore, dhe kam parë veten pas 65 vitesh, do jem në ndonjë fshat duke prodhuar verë. Ke pasur në një moment që ke dashur të heqësh dorën nga gjithë kjo? Çdo sezon veror, më shkonte në mendje të leja këtë profesion. Domethënë kur ke pasur ngarkesën. Eksakt, po. Okej, sot duket sikur çdo gjë matet me views. Le të kalojmë pak te kjo tema tjetër. Të duket reale kjo botë, pra pjesa e views, klikime, drama, lajme, a të duket diçka reale? Jo, fatkeqësisht nuk është reale. Po të diskutonim kur bota digjitale sapo mori hovë dhe gjithë kërkesat e klientëve ishin aty, të ishin pranishëm, të kishin numra shumë të lartë, të views, reactions, impressions. Edhe unë nga padituria do thoja po, për sa kohë të gjithë kërkojnë këtë, le të bëjmë këtë. Por tani, pas kaq vitesh që bota digjitale, le të themi, e bëri punën e vet, atë që mund të bënte,
Unë do thoja që jo, për të shitur një produkt, nuk mjafton se sa njerëz t'i kanë dhënë like nga divani, po sa njerëz shkuan në market, sa njerëz blen biletat për një koncert, për një ndeshje futbolli, sa njerëz blen fanellat edhe po këto nuk janë matje të drejt për drejta. Ti nëpërmjet digjitalit mund të masësh se sa u konvertuan në blerës, pra ke një lloj gjurmimi, por të synojmë tani të kemi 1 milion views edhe 0 shitje, ka ndodhur edhe kështu. Warda, sa ndikojnë klikimet në biznes realisht? Do me thënë, ndikojnë shumë, ka një... Varet nga faza varet nga faza e fushatës ose e lançimit të produktit. Çfarë dua të them? Nëse në fazën e parë ty të duhet vetëm që të marrësh të punosh për brand awareness-in, pra që le të themi këtë filxhanin njerëzit ta njohin që ekziston, kjo fazë e parë është okay për social media dhe digital, po pas kësaj pastaj nuk mjafton vetëm për të shitur produktin. Nga ana tjetër, sponsorat çfarë shohin më shumë, ndikimin apo shifrat? Tani kjo është pyetje $1 milion. Si e mendon ti? Unë mendoj shifrat, nuk doja që toja shifrat, po mendoj që ndikojnë të dyja nga pak. Në kohët e sotshme mendoj që është më shumë pjesa. Do të jam te gabim. Në kohët e sotme everything is business. Kështu që patjetër conversion rate-in. Pra mund të vijë një sponsor, le të themi për kombëtaren, por nëse kjo platformë që ne i vendosim në dispozicion, që është kombëtarja, me gjithë shka çfarë ndodh dhe gjithë produktin që të le kombëtarja, nëse kjo nuk transferohet në biznes për klientin, mund të qëndroj 1, 2, 3 vjet, po jo më. Çfarë e bën një postim viral? Bazuar në eksperiencën tënde në marketing që e ke parë dhe më nga afër këtë botë. Po ka disa kategori viraliteti. Viraliteti më i madh dhe më i shpejt është i bullshit. Okay. Sa më drama, diçka që ty nuk të informon. Asgjë me thelb. Domethënë çdo gjë pa vlerë, e cila mund të jetë qesharake, bëhet shumë shpejt virale. Le të themi, një meme bëhet më virale se sa një fushat sensibilizuese për plastikën. Le të themi. E kuptoj, po. Kështu që a lodhet publiku nga përmbajtja fake, falso, le të themi, apo e shijon atë? Shiko, nuk lodhe deri në momentin që ti kërkon të impenjohet. Pra, nëse publiku thjesht konsumon një përmbajtje fake, okay, e pa, i dha like, si dha like, bëri një koment, thjesht e pa, deri në atë moment është okay. Nëse do t'i kërkosh këtij publiku të bëhet pjesë në një formë tjetër, le të themi, ekziston një, le të prezumojmë, dikush i cili ka bërë një lajm fake kërkon që mbi bazën e këtij lajmi të dalin në një protestë. Ai mund të ketë marrë 1 milion like dhe në protestë nuk ka asnjë person. Le të themi, mbi një lajm të rrem. Pra njerëzit nuk të bëhen pjesë. E kuptojnë, e shfrytëzojnë për nevojat e tyre. Nevoja më minimale është të shohësh një gjë, t'ja nisësh dikujt edhe të qeshësh me të. Mendojnë që rrjetet sociale, TikToku, Instagrami e kanë ndryshuar komplet marketingun, apo mendojnë që kanë qenë në favor të ti? Shiko, unë do flisja pak më gjerë se vetë marketingu, çfarë kanë bërë platformat digjitale. Unë për shumë vite, për rreth 17 vjet, kam punuar marketing dhe jo vetëm në entertainment industry. Organizuar koncerte, festivale, evente të ndryshme dhe më ka bërë të kem kontakte me personazhe të njohur, më pak të njohur, me artistë përgjithsisht dhe për këtë doja të flisja. Të gjithë tani vrapojnë, flas këtu sidomos për artistët, vrapojnë të kapin atë 15 sekondëshin e TikTokut. Dhe shpreja është, po dhezi aty, dhez gjitha ne. Në fakt jo, s'është ashtu fare. Alban Skëndera ka lançuar një album të ri, që është shumë për follower. Eksakt. Po ai nuk ka ndezur në TikTok në dijenin time.
Është shumë e vërtetë. Nuk është produkt TikToku, po kjo nuk do të thotë që nuk është një produkt i suksesshëm dhe i qëndrueshëm nga ana tjetër. Mendon që ndikon edhe pjesa e periudhave kohore, pra Alban Skënderaj është bërë i famshëm në një periudhë kohe ku TikToku mund të themi nuk ekzistonte fare. Po ai dhe nga ana tjetër Jo, nuk është ashtu. Sepse Albani ka lullzuar në kohën e Top Festit, kur realisht nuk e di edhe YouTube-in a e përdornim në atë periudhë apo jo, në Shqipëri. Ndërkohë tani ai ka fansa, po të shkosh në një koncert i, ke fansa nga 3-4 vjeç, 10 vjeç që janë konsumator të TikTokut. Kështu që nuk e besoj. Domethënë produkti i mirë, edhe për t'ju kthyer pyetjes tënde, produkti i mirë gjem forma se si të penetroj në treg dhe nuk e penalizon a u bë viral as u bë viral. Për shembull, kjo fanella që kam veshur unë është koleksioni i ri i Kombëtares, me këtë ne kemi luajtur eliminatorët. Ky nuk është një produkt që është bërë viral. Në sensin as në për botën digjitale, jo vetëm TikTok e njërën e tjetrën. Po nuk është bërë viral, po ky ka vlerë si produkt. Është diçka që të gjithë e duan ta kenë. E duan. Dhe ata që janë, si më thon, njerëzit të cilët e veshin kanë tjetër lloj perceptimi për vlerën. Dhe vlerën nuk e gjen domosdoshmërisht në platforma konsumi. Çfarë të bezdis më shumë në internet? Cila është diçka që nuk e duroni dot? Do me thënë ju irriton sa që të mbyllni telefonin edhe tani nuk po ju futem kësaj gjëja. Në kuadër të kontentit po mendon? Unë kam bërë një zgjedhje përpara disa vitesh. Besoj shumë pak pas Covidit, rreth fundi 2020-s, fillimi 2021-shit, kam fshirë gjithçka nga rrjetet e mia sociale, të cilët më çonin në këtë pikë. Pra, kam fshirë akaunte lajmesh, humor pa shije, njerëz të cilët realitetin e tyre e kishin ndryshe dhe flas këtu për personazhe publike. Unë duke njohur nga punët e mia të mëparshme, realitetin e tyre e kishin krejt ndryshe nga çfarë shpërfaqnin dhe ajo gjëja në një moment më bezdiste, kështu që kam vendosur të mos kem fare asnjë lloj kontakti në botën digjitale me këto kategori që unë thash edhe jam në paqe. Pra, mund ta themi kështu, ke bërë unfollow, të flasim. Po. E kuptoj. Kam bërë unfollow, po. E kuptoj. Ai kontrollon shpesh statistikat e klikimeve që mund të marrësh në postime të ndryshme? A je person që i fiksohesh asaj gjëja apo je Unë punoj shumë me statistika, po jo të klikimeve. Statistikat që unë shoh zakonisht lidhet me ekonominë, me trendet globale, me shitjen e biletave. Kështu që jo, në lidhje me postimet jo. Qa është diçka që realisht të jep shumë kënaqësi në punë? Diçka që ti mendon se nuk do ta merrje dot në asnjë punë tjetër. Tani bota e futbollit është shumë emocionale, për të qenë sinqert. Ti jep adrenalin, shumë emocionale është, vërtet. Pavarësisht punës që mund të kemi bërë, pavarësisht vështirësive teknike, të burimeve njerëzore, me klientë të ndryshëm, pavarësisht gjithçkaje, kur kombëtarja zbret në fushë dhe për më tepër kur shënojmë pastaj, ai është emocion që nuk do mund ta paguante dot asgjë, sepse unë jam tifoze e futbollit. Të mos isha tifoze e futbollit pastaj, nëse do shijoj ai shumë. Pra, nëse do shkëputesha nga kjo, shiko, sa herë që unë shkruaj një strategji marketingu, qoftë kjo 1 vjeçare apo e zbërthyer apo 3 apo 4, apo e zbërthyer edhe në 3 mujora, satisfaksioni më i madh është kur ti çfarëdo gjëje që ke shkruar në letër përkthehet në realitet edhe përkthehet në shifra reale. Pra, kur ti bën një strategji, parashikon që kjo do t'i shërbejë këtyre shtyllave dhe do konvertohet në kaq shitje, kaq impakt social, kaq në fusha të ndryshme, se varet për çfarë strategjie flasim. Kështu që po, kjo është një nga kënaqësitë e mia. Unë jam e lidhur shumë ngushtë me shifrat. Më pëlqen gjithçka ta lexoj nëpërmjet shifrave. Nëse ti nuk do ishe tifoze, le të themi, a do ishte ndjesia e njëjtë, do e përjetoje njësoj, apo do duhej ta bëje sepse ishte thjesht punë për ty?
Nuk kam zgjedhur kurrë në jetë të bëj një punë se thjesht është një punë. Kjo është e dukshme, me thënë të drejtën. Fatkeqësisht nuk e kam zgjedhur. Nuk e di sa rehat do ishte ashtu. Ka njerëz të cilët e bëjnë, edhe shumë mirë që e bëjnë. Po unë nuk e bëj dot punën brenda një orari caktuar dhe pastaj ta mbyll dhe të ikin në shtëpi. Unë le të themi jetoj duke punuar. Pra mund të dal nga këtu ose një indicie që mund të kemi marrë së bashku tani, unë mund ta përkthej në një gjë tjetër që lidhet gjithmonë me punën. Cila është gjëja më e bukur që të ka dhuruar ky rrugtim? Pavarësia e mendimit. Është gjëja më e bukur që më ka dhuruar gjithë rrugtimi im lidhur me punën. Duke pas kontakte me shumë njerëz, kombëtar dhe ndërkombëtar, duke pas eksperienca të ndryshme, duke patur përpara procese të cilat jo gjithmonë ja kam dalë me sukses, pra mund të ketë plot raste ku kam dështuar me sukses. Gjithçka që kam mësuar më ka dhënë një lloj pavarësie mendore që tani unë mund të jem këtu me ty, të flas pa përgatitur asgjë, pa e ditur se çfarë do më pyesësh dhe si do më pyesësh. Dhe çdo gjë lind spontanisht. Po, dhe mendoj që ka ndikuar, mendon që kjo ka ndikuar për shkak të punës që ju bëni, të profesionit që ju zotëroni, pra le të themi edhe pjesa që ju merreni me futboll, ose pjesa e shifrave, ta jep pak atë pjesën e spontanitetit. Pra ju e shihoni më shumë çdo gjë le të themi në jetë, pavarësisht gjërave që bëni. Nuk e di sa e qartisha në këtë gjë që doja të shfaqja. U përpoqe. Nuk e di sa ja dola. Bëj shaka. Po, ishte shumë e qartë. Janë të gjitha të lidhura. Nuk ka një komponent i cili ty të bën ndryshe, pra vetëm një gjë. Kam përshtypjen që është kompleksitet. Është pak me natyrë, unë jam përgjithsisht ekstroverte, pëlqej të flas me njerëz edhe kur shkoj në market edhe kur solare. Përpiqem, nuk e di sa e dal. Energjia është diçka që nuk gënjen. Kam përshtypjen gjithë ndjejnë. E drejt. Kështu që përpiqem shumë të kem inpute të ndryshme për si më thën për të definuar atë që mua më bën të lumtur edhe gjithmonë e zgjedh në një formë apo në një tjetër për të shijuar, të gjetur një formë se si të shijosh procesin. E kuptoj. Tani doja të kaloja në një pjesë të podcastit që është pak më argëtuese. Un kam krijuar një quiz për ty. Kë do zgjidhte Warda? Instagram apo TikTok? Pa nisim nga më baziket. Sa old school do isha po thoja LinkedInin. Okej, vlen si përgjigje. Po jo, gjithsesi. Përmedis këtyre të dyjave? Instagramin. Futboll apo basketball? Futboll. Gjithë jetën. Pushime në det apo në mal? Gjithmonë në det. Klikime apo besnikëria audience? Besnikëria e audiencës të çon shumë larg. Klikimet çështje ditësh. Pra, besnikëria audience. Sigurisht. Sponsor i madh apo publik i madh? Publik i madh se pastaj sponsorat bëhen shumë fish më të mëdhenj. Marketing tradicional apo marketing digital? Mix. Të dyja. Nuk zgjedh dot këtu. Jo, jetojmë në një botë ku njëra ndihmon tjetrën. Warda do zgjidhte fam apo privatësi? Privatësinë gjithmonë. Edhe pse le themi deri diku pjesë e famës je në qendër të vëmendjes. Pavarësisht se ma ka diktuar puna, me thënë drejtën, po në qoftë se unë do zgjidhja privatësi totale. Kafe apo energy drink? 2 kafe në mëngjes, njëra pas tjetrës. Ndeshje live apo streaming? Sigurisht live. Kush do haj fara dhe do pi bira? Kush do vërtase? Vërtase? Telefonata apo mesazhe? Varet nga momenti i ditës. Për shembull, në mëngjes preferoj telefonatat. Kam nevojë të jap dhe marr energji, të ndryshoj ditën dikujt, ndërsa fundi ditës janë mesazhe të shkurtra që nuk ke më nerva, ti mbaron. TikTok trends apo postime klasike? Po tani drejt që e mori unë jam para viteve 90. Edhe TikTok trends, unë nuk i kuptoj, përpiqem shumë me vajzat e mia të Kish më afër kësaj bote. Po nuk i kuptoj fare. Më shumë emocione apo logjik?
Je më shumë person emocional apo logjik? Logjik. Si funksionon? Logjik, vetëm logjik. Që nga shifrat, me thënë të drejtën, pra. kjo pyetja nuk vlen. Brand luksi apo simple style? Unë preferoj no names. Kështu kam qenë gjithë jetën dhe nuk e besoj që do ndrojë ndonjëherë. Influencerat apo media tradicionale? Gjithmonë media tradicionale e kombinuar me përdorimin e influencerave në mënyrën e duhur, që të jenë në funksion. Po. Një postim viral apo 100 postime normale? Po tani varet në kuj do t'i shërbej ky postimi. Po flasim si funksionon në përgjithësi, le të themi pjesa e marketingut. Nëse bëhet një postim shumë viral apo nëse ju Në qoftë se jemi në fazën e parë të lançimit të një produkti, aktiviteti njërin e tjetrën, një postim viral të ka kursyer mund, energji edhe kohë. Likes apo komente reale? Komente reale. Perfeksioniste apo e rëndësishme të bëhet? Perfeksioniste në përjetësi. Warda, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi të ishe me mua sot, të kisha pranë dhe ta ndjeja këtë energjinë. Me këtë dua t'ju them faleminderit. Faleminderit juve. Shihemi podcastin e radhës. Edhe pse nuk do ketë një të fundit, po s'ka gjë se bëjmë mbyllje. Shumë faleminderit. Me vërtet ishte